Dhe AKP kemi thënë që do të shuhet dhe AKP do të shuhet. Kjo është deklarata e maj 2021, kur Albin Kurti tha se AKP-n do të shuaj. Po, ai nuk e ka ditë që pe asoj dite tek ma vonë funksionon si pas profiterizmit klasit shtetnor, si pas paras, e nuk funksionon si pas parimit. Tash, kur po një që po thoni kopje në vitet e kalume se mos pjam dze goja këtë fjallë, nëse ka pas kopje ma herët, o kona është aploqa, ju ja keni qitë kulmin, do me thonë. Ju veç që votoni njerë, se ju kanë dalë sët mesajët, me ne që kam ju dalë alo ma shumë, se një acaru edhe vetë që në të shkun zgjedhje. Ju veç që o votu pasivi, kjo struktur e bordit të AKP-s, ku nga 7 të propozuar, 3 janë me çështje penale në të kalumen. Pra, tjetër herë, unë edhe mos i kryesusën e kena pej juristës, pej Ministrisë Drejtësisë, unë e propozoj që mi marë direkt pej burgut, adin edhe sakte dini, kanë me marë, edhe i merë një njerës që janë validum si kriminel, edhe i benin borde, i votoni vetë se ju edhe ashtu kështu nuk i qitë një filter heq. Ju shkatë thët partia e votoni. Po të nderum interesat që shkojnë AKP, ju nuk i dini edhe, po ajo është pjesë tjetër. Tash, nga protestat për qytetar në profiterat klasit shtetnor për qytetar. Kjo është dallimi ju pej 2021-ës dhe në 2026-ën. Shkoj me kryesus, se unë e di pse i keni pru dhe këta njerëz, a dim pse? Se kur i keni shti ma herët në përborde e në për funksione, i keni fliq durte, edhe ta është dënim ja pagu, shpagu, qa ka ndo, hekuran një këqin, 2 vjetë ja shlitëshëm në pozitën e krye inspektorit, është ndalë në shkurt si pas medjave të vitit kalum, për keq përdërim të detyrës zyrtare, gjithashtu përdërim i pa autorizuar i pasunis. Fehim Kelmendi, në vitin 2025 në fund vit, është thirrë nga prokuroria si i pandeon. Ju a një të ushty kush më herët për thirë a prokuroria, jo, a nuk e di ku problemi. Plus kësaj, kom dërgu email kërkes në prokurorinë e shtetit, edhe në prokurorinë speciale, po ende nuk është ardhur përgjigja. Tash, më herët i thirrni ju, se prokuroria që e kthen përgjigjen. Është legjitimu ngritja e njerëzve që janë ilegjitime dhe ku është esenca sot, jo m'ja vlyp njerëzve certifikatën për hetime. Shop ja vlypni. Jo ashtu kështu një të ngrit njerëz që nuk e kanë të kalu me këtë filter. Duhet opozita, në mend që më mohune me punë tjera, edhe na të opozitës, na duhet më mohë me prokurori. A pak po na del koha të ju që juve në prokurori speciale me akt akuza tjera, veç edhe m'ja filtru njerëzve të bordit. Është e pa arsyeshme, pavarësisht se keni shumë njerëz edhe që munden me konë, është e pa arsyeshme na të parën herë që e marim një bord, që e votoni pasivia, e votoni me dorë nga partia, mi ja filtru edhe tani ata me shku në bord të AKP-s. Përveç kësaj, bordi AKP-s është një bord që ka lëndë në gjykata, a di që është arë tash puna. Tash lënda gjykata nuk e dim bordi a me shku për veti, a me shku lëndën gjykatës në agencion të privatizimit. Njëjtë kanë shku valët e privatizimit, kanë shku shitjet me negociata, se kura punat e përfitimi, e agendat partijake, e fushatat, e sponsorizimi fushatave nuk ka lidhje të bëj me drejtësi as me leq. Pa tjetër, që na nuk e votojmë këtë bord, edhe urej tjetëra fundit që e sjellim këtë bord, në momentin që vjen LDK, këtë e kemi nga diskutime me grupin parlamentar, ky bord do të shkarkohet në plotni, se kur dikush pranon me hy në bord me njerëz, me akt akuza, ose thirrun si të pandeun, atëherë lojnat janë bashk. Po edhe masi mund tjetë fjalimi jam i fundit, unë e vërtet është, se edhe nga përfaqësimi veç ta krybre, se po tutni, ju i një të na qunë zgjedhje, jo na juve. Na komunikojmë në kanalet që ju komunikani. Po Facebook, u kry kjo punë. S'kena nevoj me ndru kanalet e komunikimit. E vërtet është, kom bo opozit, atë sa kom ujtë, kom punu edhe në grupe punuse, se një fjallë juve mi jam ndryshu në leqë për mu mi aftën se s'kena pas numra ma shumë.
edhe kom kundërshtu edhe sot edhe ligjin për energji elektrike, ku ministri mu drejtu që çfarë njerëz jeni, jo, na jena njerëz normal, jena kosovar, jena njerëz për sigurit Kosovës, po asnjëherë, as edhe njëherë, nuk ka pas asnjë shkas, asnjë indikacion që na më ju zgjedhje, o të ju arroganca ju, edhe mos respekti për kulturë demokratike të Kosovës. Faleminderit.